duke qenë që kjo është mënyra se si I qaset ai këtij problemi, unë nuk shoh problem që ai të ketë frikë nga hetuesit e BKH-s, por ai ka frikë nga ajo çka mund të ndodhë nëse Spaku I lihet rruga e hapur dhe nëse Spaku e vazhdon vullnetin deri në fund. Duhet kemi parasysh një diçka, që vullneti I Spakut duhet të jetë vullneti I popullit shqiptar, por jo vullneti që merret me ato votimet fars që bëjnë këta ku kanë përjashtuar se shiko, problemet e Shqipërisë sot janë shumë më të thella se sa këto që ne po diskutojmë. Sigurisht që ka një vjedhje masive dhe kjo vjedhje, çfarë ndodh me këtë vjedhje? Mirë se po pasurokan këta. Por ne sot kemi 40% të atyre shqiptarëve që kanë mbetur, të cilët mezi presin të ikin. Për këtë nuk diskuton, jo opozita që nuk e vret mendjen fare për atë punë, se ka hallin e tenderave të vet dhe ka hallin e mulit, por ose të Ervin Saljanit, por 40% e njerëzve që janë sot që votojnë për këtë mazhorancë, mezi presin të ikin. Kemi rënien më të madhe të popullsisë, këto janë gjitha statistika zyrtare. Ato realet janë edhe më keq. Kemi ikën mpakjen e popullsisë më të madhe në rajon. Do me thënë, për këtë askush nuk mban përgjegjësi. Për këtë askush nuk I del zot kësaj pune. Flitet retorikisht, po askush nuk bën asgjë. Pra, këtu ka një ndarje të thellë midis interesave të shqiptarëve dhe interesave të këtyre. Zonja Balluku është një pjesë e kësaj, Edi Rama është një pjesë e kësaj, Sali Berisha është një pjesë e kësaj, këta të gjithë kanë pjesën e tyre, por nuk duhet të humbasim atë që është zgjidhja e duhur, që do të ishte një transformim I këtij lloji sistemi. Sepse pa këtë lloj transformimi do të vazhdojmë me atë shprehjen e vjetër, hiq e lenës venja prendës dhe asgjë nuk ndryshon. Në këtë rast sa I përket shpopullimit, a mendoni se ka një strategji antikombëtare në këtë rast apo është thjesht çështja e keq qeverisjes nga partitë politike, qoftë nga Berisha më parë dhe nga kryeministri Edi Rama aktualisht? Është absolutisht strategji antikombëtare, ndaj dhe unë këtë pari ka vite, të paktën një dekadë gjysmë, që e quaj paria shqiptarizuese anti-shqiptare e Tiranës. Është një strategji me laps në dorë, është një strategji e cila I garanton këtyre pushtetin, është një strategji e çkombëtarizimit të vendit, të nxjerrjes jashtë me hir a me pa hir të shqiptarëve, ose të lënjes asnjë lloj zgjedhjeje tjetër shqiptarëve që të ikin dhe rimbushjes së vendit me sklever që vijnë nga vende të tjera, të cilët herë me ligj, herë pa ligj, se në Shqipëri gjithkush mundet me hyj me dalë, se është një han pa porta tani më. Dhe fillojnë dhe kanë mbushur qytetet, pak nga pak do të fillojnë se nuk kemi më njerëz që punojnë nëpër fshatra, janë zbrazur fshatra, dikush duhet të punojë tokën, dikush duhet I shërbej ullinjve që të bëhet vaj ullirit, dikush duhet I shërbej në për restorante, njerëzve në për këto resortet që po ndërtohen, sikur ne të jemi Republikë Dominikane, kështu që këta do të fusin njerëz të tjerë, të cilët për një 3 ose 4 breza nuk kanë asnjë lloj interesi që të merren me politikë, po do të merren me mirëqenien e tyre, pa këta janë duke e shqiptarizuar Shqipërinë. Është patjetër agjend e mirë menduar, e mirë përcaktuar, të cilën këta e ndjekin me konsekuencë shumë të madhe në bashkëpunim të plot me njëri tjetrin. Prandaj këta janë kriminalë popullit shqiptar, sipas meje. Ju thatë se Spaku mund të arrijë shumë larg nëse I lihet dorë e lirë. A mendoni se me zgjedhjen e kreut të ri të Spakut, Klodian Braho, dhe me praninë e ambasadorëve në atë sallë, pra ku u zgjodh dhe vetë Braho, vetë Spaku do të ketë një dorë të lirë dhe mund të çojë përpara dosje shumë të nxehta dhe mund godas në këtë aspekt qoftë edhe vetë kryeministrin Edi Rama. Shikoni, nuk është çështja e sa larg mund të shkojë Spaku, nuk ka lidhje me kush e mbështet tani, domethënë normalisht që tani e mbështesin aktorët ndërkombëtar, por po të bësh një sondazh real, e mbështesin një numër shumë I madh shqiptarëve. Duke qenë që e mbështesin shqiptarët, autoriteti moral I veprimeve të Spakut nuk vjen nga ata ambasadorët në rresht të parë dhe nuk duhet të vi. Nuk është normale që të vi nga
6-7 ambasadorët të cilët bëjnë blokad kryeministrit. Duhet vi nga autoriteti moral që ky institucion i krijuar 140-0 nga këta deputetat e parlamentit shqiptar të vendosi drejtësinë aty ku ka padrejtësi haptas, aty ku ka padrejtësi sheshit. Pra, në qoftë se ajo që thash më parë do të realizohet, pra SPAK-u duhet të shkojë deri në fund vjedhjes, hajnis dhe të mos lejoj që këta të gëzojnë më parat e vjedhura shqiptarëve. Kjo nuk varet nga mbështetja që do të marrë nga ndërkombëtarët, mbështetja që ka marrë nga ndërkombëtarët është e rëndësishme, por kjo do të varet nga vullneti që ka si shqiptar zoti Braho dhe njerëzit rreth tij, sepse në fundit të shërbesh në SPAK është sakrificë, se ke të bësh me grupe kriminale, nuk ke të bësh me llokume, por do të varet thjesht nga sa të ndërgjegjshëm janë drejtuesit e këtij institucioni, që ky është një institucion shqiptar që i shërben shqiptarëve, pavarësisht se në këtë moment është i detyruar që mbështetjen e vetme ta gjejë tek të huajt, sepse shteti shqiptar fatkeqësisht është i kapur nga forca antishqiptare. Dhe kontroll edhe opozita dhe opozita, paria e gjitha, kontrollohet nga forcat shqiptarizuese dhe antishqiptare. Ky për mua do të ishte thelbi. Nuk e njoh personalisht zotin Braho, kështu që nuk mund të them gjë për të, por di që me veprimet e deri tanishme SPAK-u ka ecur në një rrugë të drejtë. Unë mendoj që nuk duhet ndalet thjesht tek pjesa politike, po duhet i hyj pjesës financiare dhe duhet shkojë të gjej burimet e shqiptarëve. Ato nuk janë parat e këtyre. Ato parat e makinave të shtrenjta, ata na kanë vjedhur mua dhe ty dhe të gjithë dëgjuesve tuaj, dhe ato para nuk mund të gëzojnë as ata, as fëmijët e tyre me shkolla në Londër, nuk mund të gëzojnë as me apartamente nëpër Evropë, as me apartamente në New York, ku jam unë, që i kanë me shumicë në qendër të New Yorkut. Duhet ato para, për aq sa është e mundur, të rikthehen shqiptarëve, sepse janë parat e vjedhura të gjakut të shqiptarëve, të emigrantëve shqiptarë që i sjellin dhe këta ju ulin vlerën duke mbajtur valutën në çmime më të ulta. Pra, të gjitha këto, nëse do të kishte drejtësi, po flasim. Pastaj, nëse çështja do të vazhdojë, do të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë siç ka ecur deri më sot, atëherë do të kemi trazira, atëherë do të kemi, këta do të bëhen gati, janë duke u bërë gati, duhet ta them edhe këtë. Janë duke u bërë gati për të bërë trazira këta, sepse e shohin që nuk po ju ecën me të huajt dhe e vetmja zgjidhje është që të shkaktojnë trazira, siç i bën në 97-ën, po këtë herë është edhe më keq, sepse nuk kanë aq kontroll sa mund të kishin mbi urrëtitjen popullore dhe në mënyrë që të shpëtojnë veten e tyre, që mbasi krijohen trazirat, këta e vendosin veten si zgjidhësit e problemit, si interlokutorët, bashkëbiseduesit, dhe pastaj në një mënyrë ose i tjetër bëhet zgjidhja më e mirë e mundshme dhe jo zgjidhja më e mirë e duhur për shqiptarët. Në këtë rast, kur thonin që SPAK-u deri tani është në rrugën e dur, a mendoni se mund të çojë përpara dosje si ajo e Charles Megorigal, ku dyshohet si i përfshirë kryeministri Edi Rama, teksa kjo dosje në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rihapur sërish para disa muajsh? SPAK-u nuk ka kompetencë të merret me çështje që i përkasin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është një çështje e gjykatave amerikane. Çështja me Gonigal për sa i përket aktorëve shqiptar, sa aktorëve që janë në pushtet sot, nuk është e mbyllur. Në kuptimin që përgjegjësia, domethënë përgjegjësia që kanë këta aktorë, të cilët janë përpjekur të korruptojnë zyrtar të lartë të shtetit amerikan, nuk mbyllet dot kaq kollaj. Mirë, po kjo nuk është çështje e SPAK-ut, kjo është çështje e gjykatave amerikane dhe kur gjykatat amerikane ta gjykojnë këtë drejt, mundet ta hapin ose edhe ta mbajnë pezull një çështje të tillë për arsyet e veta. Ajo që duhet thënë është që askush nuk harron se çfarë është bërë, se çfarë ka në dosje, dhe ato dosjet janë të mirë kopsitura, siç thuhet në zhargonin e Tiranës, dhe të gjithë ata që e kanë përgjegjësinë i kanë emrat në atë dosje. Nuk është çështje e SPAK-ut, duhet vinë një kërkesë nga gjykatat amerikane për të rihapur, por ekziston edhe ajo që quhet noblesse oblige, pra për sa kohë që njerëzit janë në pushtet dhe janë në detyrë shtetërore, zakonisht nuk përndiqen penalisht.
Të ndalemi pak tek skandali i Akshit ku është vendosur në masën arrest shtëpie drejtoresha e këtij institucioni Mirinda Karçanaj, ndërkohë kanë dalë edhe skandale shoqëruese të këtij skandalit të madh ku një biznesmen si Geron Meçe është shantazhuar, është vënë në presion dhe më pas është edhe marrë peng në mënyrë që të mos përfshihej në një tender. Ju si e keni parë këtë skandal, po themi, çfarë do të thotë kjo për një shtet ku një biznesmen merret peng, rrëmbehet dhe nuk lejohet që të marrë pjesë në një tender, teksa edhe ditën e sotme Mirinda Karçanaj është paraqitur në gjykatën e posaçme dhe nuk ka dhënë asnjë koment lidhur me rrëmbimin dhe marrjen peng të këtij biznesmeni. Shikoni, kjo vetëm se vërteton atë që unë dhe kolegët dhe miqtë e mi ju kemi thënë prej më shumë se sa 15 viteve, gati 20 viteve, tani më, që është një kompakt kriminal. Shteti në Shqipëri është një kompakt kriminal midis Parisë së Tiranës, sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe çdo lloj llumi shoqëror që ekziston, që është bërë me pasuri marramense sot, që merren me të gjitha llojet e trafiqeve të mundshme. Pra, është një sistem në të cilin janë të lidhura fort të gjitha këto lloje interesash. Nuk ka pse të habitemi që del pjesë kryesore e shtetit një grup i strukturuar kriminal. Nuk ka asnjë lloj arsye pse të habitemi. Kështu sillen shtetarët në Shqipëri. Çfarë prisni ju prej tyre? Çfarë mendoni ju se do të bëjnë shtetarët kur vendosen në atë pozicion? Për më tepër duhen parë se të gjithë këta janë të lidhur me njëri tjetrin me dhjetra dhe qindra fije të ndryshme. Dhjetra dhe qindra fije të ndryshme familjare, lidhje gjaku, lidhje krushqie, lidhje të gjitha llojeve. Pra, këta janë secili në pozicion për të shërbyer kauzës së përbashkës së vjedhjes pa asnjë teklif të çdo gjëje që mundin të vjedhin. Dhe pastaj këtë vjedhjen këta e transmetojnë me anë të kapjes së mediave si sukses të madh, si arritje të madhe e të tjerë.